Qytetarët në disa bashki të vendit kundërshtuan me protesta ndarjen e re territoriale ku mazhoranca kërkon tkurjen nga 61 në 46 bashki, ndërsa opozita kërkon zgjerimin në 100 të tilla. Pamjet që shikoni vijnë nga Libohova, e cila me hartën e re territoriale do t'i bashkohet Gjirokastrës. Të mbledhur mbrëmjen e djeshme në sheshin e qytetit, banorët e saj kanë kundërshtuar këtë reformë. Që të flasësh për Libohovën, duhet ta ndjesh. Duhet ta ndjesh që je Libovik, duhet ta ndjesh historinë, duhet ta ndjesh përpara tanë. E ne jemi mbledhur sot këtu dhe do t'i falenderoj gjithë. Po nuk jemi vetëm kaq, kemi shumë më shumë. Kemi mbledhur këtu pa dallime, feje, ideje, besime. Kemi mbledhur të gjithë për Libohovën tonë. Të gjithë ne e kemi një ndjenjë dhe ndjenjë i dytë. Jona është Libohova. Nuk e dim as pak mirë sepse Libohova sot ndodhet në një moment shumë kritik, të cilin shpresoj se mund ta kaloj të mbledhur të gjithë bashku, pavarësisht bindjeve tona, pavarësisht se jetojmë në Libohovë, në Nepravisht, në Bulo, në secilin se prej zonave të cilat ajo mbulon. Mendoj se duhet të bashkohemi sepse qëllimi kësaj here është shumë madhor dhe ndoshta duhet i vendimtar për të ardhmen tonë. Libova ka qenë e Avni Rustemit, ka qenë e Kati Roshit, ka qenë e Mërkon Zegjos. Përse duhet të na heqë kjo Libohovë dhe rekorduar. Ka qenë kjo Libohovë të ta prezatorin, të ta fëmijë. Përse duhet të kjo Libohovë, zëlloj që ta popularizojmë më shumë, ta popularizojmë. Libova është vend patriotik me tradita të vjetra, kulturore, trimërie të tëra. Protestë që keni shumë drejtë. Të bëjë dire pa bindje politike, pa gjithmonë është thjesht Libovic. Jo se kërkojmë ne të ngrëm vlera, Libova i ka vlerat. Edhe banorët e Memaliajt kanë kërkuar që Bashkia Memaliaj të vijojë të funksionojë si njësi e pavarur e qeverisjes vendore, duke kundërshtuar çdo ndryshim që sipas tyre do të kufizojë aksesin në shërbimet publike. Ndërkohë që protestë u zhvillua ditën e djeshme edhe në Kërcyr, e cila pritet të bashkohet Përmetit.